Dardan Molliqa, kryetar I Partisë Social-Demokrate të Kosovës, është mësafiri Blitz Interview. Dardan, mirë se vjen. Mirë se gjej. Dardan, qysh qa po bëhat? Besoj që... Apo bëhat naj qka, a kur gjë? Për besimin tonë është që ka shansa numerike për me pas ndryshime në Kosovë. Duke pas parasysh që ka na qujmë ndryshim, ai ndryshim që për PSD-n është që të vendosim mos me qenë qeveri, por me qenë se s'kan pas narracion opozitar, me qenë se s'kan pas narracion as në zgjedhje, po duket qartë që s'ka narracion as me qeverisë. Pra, ti mundesh me pas herë dëshira, herë interesa, po pa një bot kuptim ma të përbashkët, nuk po nduket që ndodh ajo. Prandaj po nduket që ma shumë po I shërbejnë me këtë garën e cila po vazhdon mes PDK-s e LDK-s për me lënë faj një I tjetrit, në zgjedhje ish për me mujt një I tjetrin, po I shërbejnë pozicionit të Albin Kurtit, sësa edhe partive tyne veç e veç. Unë në zgjedhje pa ta qujtë kontabilista, në kuptimin e qasjes tyne, jo në kuptimin e profesionit, edhe unë besoj që politikës nuk guxon kurqysh me janë bevendos kontabilitetin. Pra ti e ki idenë, bile edhe në biznes, fillimisht është ideja mas ne e bën kontabilitetin. Absolutisht. Këta janë të shku me një logjik të kontabilitetit. Urrëtën po thojnë ka 5 deputet, të 2 palë, qështu ka daldole rritëm edhe pak. Historia politike, as e Kosovës e as e botës demokratike, nuk ka rritje linare ose ramje linare, ka kapërcime eksponenciale shpesh ato, pra që Po të ralla ka përcimet eksponenciale në historitë botës janë pashtu. Nuk janë të rregullta, me thonë gjithmonë vish kanë tu rrit, mundesh me shku her para her mbrapa. Pra nuk ka linare në një drejtim. Nëse mendojnë që kjo qasje I qenë andej, unë besoj që jo. Për bindjen teme, e cila është, si me thonë, rikuptimsu mas zgjedhjeve, jo që e kom pas këto para zgjedhjeve dhe gjatë zgjedhjeve, ka një numër më të madh votuesve që kanë votu këto 2 parti përkundër Kurtit se sa për ndaj projekt të tyre konkret. Nuk po them se s'ka edhe për këtë. Po nuk është e qartë, nuk mundem me thonë që 5 deputet që u shtun të LDK-ja dhe 5 të PDK-ja janë shtu në mënyrë simetrike, ja u ka rujt dallimin në apet simetrik, domthon edhe atëherë kanë pas 4 deputet dallim, sepse I ka pas 19 PDK-ja e 15 LDK-ja, tash janë 20-24, që kjo simetri për mu ma shumë tregon që ka pas një bojkot qërisjes me të drejtë dhe një rrjedhje drejt naj. Prandaj unë besoj që nuk janë në nivelin që unë kisha dasht me qenë, dhe nuk mundesh me thonë Kosovën e presin rreziqe. Kosova ka nevojë për gjëra tilla, po na nuk him qeveri. Dhe Dardan, kur po thu kauz, që është dash me kon e ki fjalën kauza mos me leju Albin Kurti të marrë pushtet apo një kauz tjetër që dash me pas partitë opozitare. Unë menoj që duhen 2 elemente. Si ke para s'm duket fort kauz. 2 kauza do të më qenë këto. E para me shfrytzu momentin gjeopolitik ndërkombëtar për një zgjidhje të qëndrueshme, të përhershme me Serbinë. Mundesh me pyet a është e mundshme, nuk e di. Mas pari është e rëndësishme apo angazhohen për çato. Për shembull ti spajtohesh në vazhdimësi avokusi idesë të ripërcaktimit kufive sepse është si mundësi vetme me mbyll punën me Serbinë. Si tash kartat, letrat ka pak ka qelën ka ona jote. E tash ka rrezik si qelën ka ona jote. Bash këto do të them. Përveç kundërshtimit vleror që e ke pas me mua, sa herë që kem debatuar për këtë çështje. Besoj në teori, po edhe më ke thonë edhe një çështje tjetër, ke thonë që nuk ka, si më thon, disponim ndërkombëtar për këtë. Atëherë s'ka pas. Po I kuptoj. Tash ka. Tash mundet me pas. Edhe shumica kundërshtarëve të mi në paraqitjet publike që I kam pas, më kanë thonë s'është e mundshme. S'ka qenë. Dakord. Unë pa ta thonë mirë na me qenë gati. Nëse krijohet momenti me afru, s'do më thonë as tash që është e garantuar. Por rreziku I kësaj nëse s'ka qasje proaktive në dialog, nuk kemi me përfundu mirë. S'di japi vreni që ma shumë po dhunohet kushtimisht Zelenski se Putini, ose ma shumë po negociohet me Zelenskin se me Putinin. Çka I bën kjo? Jo vetëm kushtimisht dhe fatkeqësisht. Çka I bën kjo? Sa kjo fatkeqësi për demokracitë? Çka I bën kjo? Kjo nuk I bën që SBA-t janë me Rusinë e kundër Ukrainës. Po SBA-t po shkojnë me pozicionin rus të Ukraina, po jo me pozicionin pros 100%. Po ka gjë më shumë. Për ndryshe s'ke kuptim. Pozicionin rus? Për ndryshe s'ke kuptim. Po pozicioni rusës, nëse thua se s'ka antarësim të Ukrainës në NATO, nëse thu që territoret të cilat I kontrollojnë shumicë rus ose identiteti tyre etnik është rus dhe I kontrollon sot Rusia, duhet më u bëni zgjidhje,
Praktikisht to e ka lyp Si Rusia pa prej fillimit. pozicioni i ri Shebaz, mund me thonë ndoshta. E tash unë po besoj që Ridefinimi strategjik i unë tash unë Shebaz, se besoj sa që shkumi e ka pozicioni rus. po në kuptimin ridefinim, po ridefinim që i përshtatet Rusisë për mua, se ky ka qenë pozicioni i Rusisë edhe në administratën Biden. Frika jeme është që nëse Kosova nuk ka qasje çka po do me bëu me Kosovën, na kemi më përfundu të thonë na trahtoi Amerika edhe po bëhet me Serbinë edhe me kriju pozicion të favorshëm për Serbinë. Pa nuk po duket ty Kjo është arsye është kauzë e parë, e na kemi kolektivisht. Se që kjo po më duket njëna prej kauzat kryesore që i kanë të gjithë liderët që mos me bë pushtetin. Po unë po Pra mendoj ti po thu do të me qenë kauzë për pushtet, dhe mu po më duket që është kauzë anti-pushtet edhe e Albinit, edhe e Bedriut dhe edhe e Lumirit. Unë besoj që populli i Kosovës ka me vrejt që ata politikanë që kanë me thonë aty qysh është një rrezik që kanë avjen përpara, e le të tërheqem na, e le të rrin ai ose ky. A më çështë i ki 3 politikanët kryesor të Kosovës? Unë nuk besoj që është Albini kështu, po mundna me pas Po gabim. duket çashtu. Unë Mu po besoj- më duket çashtu. Unë besoj që ai nuk e nshon pushtetin. Okej, dhe vazhdojmë Unë edhe për besoj këtë që ai nuk tërhiqet pi pushtetit, por mund të shohim edhe befasi. Leximi jam është që kampi Po opozitar. them që Albini lëshon pushtetin. Po e vënën pushtetin sepse s'ka zgjidhje për Trump. Jo ka lu në lojën e vet, e cila është edhe Qatë kuptim? pushtetin, edhe i rrezikshëm për Kosovën. Pikërisht që është çdo, po më duhet me ndërhy. Unë s'po them që Albini e do pushtetin me ndaj zgjidhje të mirë për me pështu Kosovën. Ndoshta po. Përkundrazi unë po pajtohena me ty që ai këshyr me prolongu sa më shumë, që presioni më vonë më i vogël, sepse derisa s'ka qeveri të rizgjedhur, presioni sigurisht do të jetë më i vogël. Po unë po them, unë në syti kam ka opozita. Sepse çka bën Kurti, çka don Kurti për mua është liber i Ti lexuar. ke syt ka opozita, po ti po e sheh opozitën si një, ndërkohë që opozita realisht nuk është një. S'është një. Sepse ne e shohim një LDK dhe një PDK që janë komplet kontra Unë minoritet. nuk i shoh një, përkundrazi para zgjedhjeve pa ta kërku që me garu një listë për bashkët dhe pa ta thonë që edhe PSD-ja do të ishte pjesë e saj, ose do ta mbështet se pa qenë fare pjesë varësisht që si ata e shohin. Po për kështu, këta qenë kanë thojnë prapi bjen prit një det fiton PDK-ja ose det fiton LDK-ja. Shumë larg asaj ditë jemi kështu. Me numra nëse po flasim. Pra po më duket që ka kontabilitet e jo angazhim politik. Cili është angazhimi politik i opozitës? Po veç, a ka logjik opozita, se ka logjik ka pak edhe frika opozitës. Qysh me marr pushtetin për 6 muaj? Zotrin politik. Me marr pushtetin për 6 muaj dhe njëkohësisht më u përball. Ndoshta me ndonjë vendim të administratës ndërkombëtare dhe mas 6 muajve me hu pushtetin. Cila është logjika Dardan? Po, unë po besoj. Sepse e kanë provu, disa partia kanë provu një herë, LDK-ja ka provu këtë gjë një herë. Çto problemi? Dynjenitën dhe ka rënë 12%. Çto problemi është çka ka shpërfaqë që ky shpjegim për mua është që opozita në fakt nuk kish besim vete fare. Këta ishin të menu që kanë me qeverisë njëjtë keq që kanë qeverisë, që kanë mu kriju rrethona njëjtë këshia. Nuk ka qenë foj pse janë bo bashkë. Një herë janë djegë, që thojnë. Po nuk janë djegë pse janë bo bashkë, janë djegë pse kanë qeverisë keq. Janë djegë që s'kanë qeverisë. Nuk është puna veç pse janë bo bashkë. Pse, po të kuptoj. Po pse o zotëri nuk u djegën në Prishtinë ose në Prizren që i morën votat bashkë. E mbështetën një atje. Shef diqysh ajo. Jo, mërë po popli ka ditë këtë punë, se ti po thu popli se nuk është zgjedh kryetari i Prishtinës dhe i Prizrenit në tavolinë. Popli ka votu. Po, e vërtet. I PDK-s dhe i LDK-s ana sjelltas. Po. Edhe s'ka kanë pas fare këtë problem. Puna është ai binti. Po nëse pas ke më shku në zgjedhje, mas datë për çështjen e presidentit. Kush na garanton që për herën tjetër prapë s'kemi më shku për presidentin? Sa e dëgjova prom kryetarin LDK-s tha na vyn me botë qeveri vetëm kur asnjë parti si ka 40 deputet që na bllokon. Kjo i shpraqi dy të vërteta. Pra këta po presin Milion Albin Kurtin në pushtet derisa të bjen eventualisht le të themi 39 deputet kushti i parë, dhe e dyta, këta po thojnë na nuk e zgjedhim qeverinë me listën serbska, po pe zgjedh kanë presidentin me listën serbska. S'ka nivel parimor hiç këtu. Për mu të dyja do duhet të ishin çështje e hapur e diskutimeve. Unë nuk mendoj që duhet mi përjashtu listën serbska sepse ka thonë Albin Kurti. Këta janë rënë diskursin e Albin Kurtit. Unë nuk mendoj që qeveria e Kosovës duhet mu kurzu nga lista serbska që është kurzuar të kaluar. Po as nuk mendoj që duhet mu përjashtu lista serbska veç pse janë serb. Ti shkon në negocian me ta, mos prano kushtet pa dobishme për shtetin. Nuk është problemi i listës serbe që janë vetëm serb. Është problemi edhe Radojqiqi veprimet e tyre. Ç'është me zgjedh presidentin me ta pra. Se si pasaj logjike i bjen deri të vjen Albin Kurti në 29 deputet, atëherë merr pushtet qeveria e opozitës ose partive që s'janë sot pushtet.
Apo kupton çfarë kurthi ka shti vetën? Kjo është kurth pa zgjidhje. I vetmi zgjidhje është me guxu politikisht. Me bot qartë që apo dënë, me shku në zgjidhjet e ashme, nëse zgjidhjet presidenti, a është ma mirë me shku me kryeministër të opozitës, a me kryeministër të Kosovës, si është Albin Kurti. Sun spesho, në asë një rrëthonë, s'më maqe, veç një kalkulim është i vërtet. Po zgjedhje lokale, që këta nuk besojnë vete, ka ma shumë i besojnë Albin Kurtit. Për mu, sjellja e kryetarit LDK-s dje ishte një mini Albin si farsë. Ku na rrinë në opozit, krejt tjerë dështojnë, na jemi qëtu, na i mojnë parimet, në ndërkohë që a e dini që jo konsistenca në qëndrime është me madhe janë në vetë vendosje historinë e saj. Që po të kazoj çfarë jo konsistence kish ai kë Lumiri dje. Tha, duni mu mësu që është një LDK e re që i mojnë qëndrimet para elektorale dhe elektorale. Në rregull, në presenge keni intervistën e tij para elektorale, ku ai thot që na do të marrim pjesë në zgjedhjen e presidentit gjithmonë si LDK si parti institucionale. Pse pendron këta tash? Se nuk mundesh me thonë, nuk jemi tavolinë suedeze ku nisa ne marrim, nisa ne luajmë. Nëse i marrin, moj krejt. Nëse pas ka thonë ata pas ka bërë gabim shumë madh. E ki para zgjedhjeve dikon 9 orë, 8 orë, 10 orë në pressing deklaruam që thot LDK është parti institucionale dhe gjithmonë do të rrinë në. Do të ka pas fjalën për që kanë thënë në kaluar. Jo, do të rrinë gjithë edhe në të ardhmen. E ki mundesh me lyp, me gjet dhe me botem nëse intereson. Atë që ka zgjedhur për çështja e presidentit. Jo se prom e ndroj. Prom nuk ka zgjedhur. Ai mirë ka bërë që e ka ndrru pro. More dakord, jo unë veç po them deri ti ndronë do budallaki tjera. Se nuk mundesh. Se po i shumë budallaki. Se ti nuk mundesh me thonë populli më ka votuar për opozit. Populli që të ka votuar ty të ka votuar për me fitu. A populli që ka votuar Albin Kurtin e ka votuar për Albin Kurtin, ose do të kanë. Kë nuk po ja nënshtrojnë vullnetit votuesit vet, po ja nënshtrojnë vullnetit atyne që s'e kanë votuar. Ata ja përcaktojnë veprimin politik. Po veç Lumiri po thotë unë jam rrit. Jo më rrit 60%. Për besë është rrit edhe PDK-ja. Ha? Është rrit edhe PDK-ja. Edhe PDK-ja u rrit. Po kjo kontabilitet. Rregullo, ai ka drejt, LDK-ja ka drejt. Pse po është më problematike dhe më kritik ndaj LDK-s dhe Lumirit se sa ndaj PDK-s? Jo, unë kom qenë... Ti po duket që PDK, në këtë fazë e kom fjallin, në këtë fazë. Tash po tregoj, unë mendoj që PDK-s e kanë zonë pozicionin për cilin nuk jam i sigurt që është pozicioni i saj vërtet. Po unë nuk munda me presupozu. Po PDK-ja po thot unë du me bë qeverinë e opozitës. Po thot unë jam i hapur me bë qeverinë e opozitës. Unë edhe me AKN s'kam kritika, se ajo është të majt linjën për cilën PSD-ja ndon njëjtë. Kam problem me të majt linjën më qartë realisht kur tek çështë. Kam problem me nismën, edhe me LDK-n. Edhe me nismën kam të pyet. Për shkak të pozicionit që ka PSD-ja, jo për shkak të aty në vetvete. Unë jam duke i gjykuar çdo parti, si kryetari i Partisë Socialdemokrate, karshia asaj çka mendoj që ish dash me bë, edhe çka kish bë PSD-ja, të kish qenë cila do pyetune. Po. Dhe qa po shet, pse po e shet të dyshimt, se me thonë këtë qëllimin e PDK-s? Qëra, unë menoj që është sekret publik, si me thonë, që gara kryesore është PDK-LDK e jo këtyre dyja përballë Kurtit. Ka qenë krejt mandatin kaluar, ka qenë zgjedhje të në kohën, është edhe shtash. Do me thonë, ma shumë po dojnë me dallu me këta se me ato, ma shumë në njën ti të thonë, qysh LDK-ja po afrohet me këta ose ne. Ja, po më duket kjo është e LDK-s, ma shumë se sa e PDK-s. Unë mendoj që është edhe PDK-s, po kjo nuk është e rëndësishme. Për mua është e rëndësishme aksioni i ty në politik, nuk është e rëndësishme mo çka mundën me menu ata. Po ne po thënë me botë në PSD-ja thotë duhet me rihek Albin Kurti, duhet me botë qeverinë opozitë. Kauza e parë ke dialogu, kauza e dytë është demokracia që për mua nuk është pak e rëndësishme. Po. Unë mendoj që Kosova në peq shpalljes pavarësisë, po dhe peq lirimit, kur ma shumë pushtet që e ka cenu demokracinë s'ka pas Kosova. Ju mundi me thonë nashta se ka kalu gjendin alarmante. Mund të pajtohem me këtë, po nuk e di kur e kalon. Po ka zonë shumë zërë me kalu ma çfarë. Po nashta dhe e kalon, nashta se kalon. Po se ka kalu se dhe s'ka pas se kemi liru. Angazhimi politik i PSD-s nuk është me prit kur të bëhet krejt keq. Po normal. Është puna me parandalu. Për mua janë dy arsye, marrëdhëniet ndërkombëtare përkatësi statusi i marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe demokracia ka uzat mjaftueshme për mu bo bashk me qeverisë bashk opozita. Po vakis të vjen rani kur, se që atë i ke Lumiri, mbroma dhe që po e thojmë gjithë ne është, çka në qofse i pari e bën qeverinë, pse na, çka do në opozita sot më marrë për shështë topitaj. S'mune me bo qeverinë opozita, se kjo ishte një mashtrim që e bën të prap, ose spin. Për mu është të thjesht, ekzistojnë 52 deputet në kampin opozitar. Do duhej partitë opozitare, me qenë se asnjëna prej tyre po thonë s'doj më shku për ashtë nismen. Me thonë,
ne jemi zotu që jemi për një qeveri pa vetëvendosje. Për negociatat e matutjeshme e bojmë vetëm kur t'na vjerava. Kurti, ja duhet me bo me listën serbska, ja duhet me kry mandatin, me kry vetën vetë. E dëgjova që thanë mund t'na qejt Po, papën. si nisa fatet. Nuk është e vërtetë se ka zgjidhje për këtë punë. Qysh ka? Që të tregojnë cila është zgjidhja. Praktikisht nuk ka drejt me blloku me që është në kryetari i kuvendit. Unë jam i sigurt që ai mundet me bëu këtë. Cila është zgjidhja? Po, bloku disa herë. Në momentin që bëhet betimi i deputetëve të ri. Po. Një grup deputetëve, prej 30 ose 40, nuk e di numrin sakt, e çojnë çështjen në gjykatë kushtetuese. A konsumohet e drejta e propozimit të kryetarit kuvendit, njëjtë që na ka ndodhur edhe të kryeministit, se na njëjtin probleme kemi pasur edhe për kryeministin. Sa ki ja fat. Edhe gjykata kushtetuese për një periudhë Presidenti apo 30 deputet kanë drejt me shu. kanë edhe deputet edhe presidenti, edhe kryeministri, tret. Tash varësisht kush doin, po nëse s'e çon presidentja, kanë drejt deputetet e ri. Deputetet e ri e çojnë. Çështja më shumë se 2 muaj nuk i merr. Po do pak po do këta. Po tash ç'a me bë? Puna është apo do me lëviz apo do me bose hire. E unë jam për me lëviz, e çon çështën në gjykatë kushtetuese. Merr 2 muaj domethënë ç'a po thot, ka maj me formu qeveri. Për mua është varet sa e sheh problem këtë punë. Nëse e sheh problem, sillesh çu sot PSD-ja. Nëse nuk e sheh problem, atëherë sillesh çu po sillen opozita, kush metet fajtori i Po kësaj çka pune. nëse është ndërhyr, se çu frika e opozitës frikë e logjikshme është sipas mendimit tim. Apo Çka nëse kjo është veç ndërhyrje e përkohshme në problem. Qysh po Sepse mendon? ndërhyrje e përkohshme, çka nëse ne s'kemi president, do dikun në shkurt shkojmë në zgjedhje të reja dhe në ato zgjedhje dënohen partitë. Pse e kanë lënë parin jashtë. Pse? Po sot ç'a do të fitojnë Dardan? Mo... Për një kohë kaq shkurt, çka kanë me bë? Për një kohë kaq shkurt. Çka bojnë për 6 muaj për pse i rritin pagat? Çka bën Albini për çet vet? Kur gjë? Kur gjë? Kur gjë? A s'ka rrezik në Kosovë? Kur gjë s'ka ç'a bën? Në rregullat e po. Po mendoj, kur gjë? Kur gjë? Mundet me bëhen ndaj marrëveshje në këtë edhe këta mund me bëhen ndaj marrëveshje. Që ta bën Trumpi. Për ata që mendojnë si ti, për ata që mendojnë si ti. 6 muaj ditë është kohë shumë e shkurtë për të bërë diçka të Për madhe. ata që mendojnë, nuk ka 6 muaj është një vjet, mas pari. Për ata që ka majë ti tha me marrë Për ata qeverinë. që mendojnë si ti. Jo, ka dalë se s'pedin çush mendoj, po hajde vazhdo. Qysh e the ti, pra? Ose qysh mendove që mendon opozita? Për mua këta janë kontabilista. Këta s'janë politikan. Këta s'kan lidhje me politikë. Këta janë të këshyr karrierën e vet. Dhe le ta këshyrin, derisa ka votues që i votojnë, për mua është në rregull. Unë nuk besoj që Kosova është në pozicionin që më dhona diçka, si një qeveri tjetër, si qeveria e Albin Kurtit për këtë vit. Unë e shoh këtë vit kogja vendimtar. Edhe unë nuk shoh asnjë sen që tregon që çësia aty në kam i rrit. Për mua, për shkak se rritja është simetrike për dy partitë, nuk ka ndaj lëvizje tyne që e ka bëu çat rritjeve. Apo kuptoni, edhe rritje e vogël në fund. Qyre, unë jam gëzu fort se kom pas pritje më të këqija për rezultatin zgjedhor. Atë, pritje të jam gol. Jam gëzu, fort jam gëzu. Ja kom pas. Amo, mos harroni, 400.000 vota gati ka. Po. Jo, fitore e fortë e madhe është se 42% Çka janë tu prit ta? S'është, nuk është të rrëdzu, nuk është të rrëdzu edhe edhe një përgjigje për ty japet. Le të supozojmë që shkojmë zgjedhje. Le të supozojmë që këta i hub VV-ja edhe do deputet. Edhe 10. 10 është shumë i hub. Po që edhe 10 i hupi. A e zgjedhin këta presidentin me listën serbska? Ko kanë të rajt poplin, pra. E zgjedhin ton, edhe Albini të vinë me zgjedh. More këta e zgjedhin, se këta po dojnë jo. Se nuk ka nevojë për votim, me najnë sallë vinë veç. Po e pranojnë që atate? Po që se pranojnë? E pa të rëpsi Se pranojnë, po ndryshe s'ki opcion. Po pse jo qëta? Të gjitha palët e pranojnë këta. Po jo, të gjitha palët jo. Ka pas raste kur s'ka pas nevojë edhe kanë. Po mira, kur s'ka po... Po dhe herë në kalume i ke pas të listë Rasti ashtë sërbe. thotë që atëherë me shumicë parlamentare madhe s'ka pas nevojë. Po, ka qenë lista sërbe, po ashtu pjesë e shumicës. Ka qenë, po ka raste kur s'është domosdoshme, po s'është çështja është. Më edhe herë në kalume ju kanë vyt 2-3 mijë pas rezervë. O pajtona, veç po du me thonë është a nivel vlerore parimor, a strategjik. Se një në anë po shitet si pozicion vleror, pozicioni i partive djeshme opozitare, e në anën tjetër po shohim strategji. Në rregull me bo strategji. Veç dush me bajt përgjithsinë e damet që i vinë Kosovës. Po çka nëse Albini e bën Që qeveri? kur dallimi janë? 2021, populli i Kosovës nuk na kalon mundësi asnjë partie me pengu Albinin për më bërë kryeminist. Populli ka vendosur. 2025, populli i Kosovës ta ka jap levën dorë që edhe ti me bë diçka nëse don. Po, saktë është kjo. Edhe tash populli ti ki më shku në zgjedhje
le të themi në marsin e vitit arshëm që shpëthutit, nuk zgjedhet presidenti. Kurti që është të Populli ka me të vlerësu, a e ki përdor, a se ki përdor. Nashta del që shpëthutit, thot populli Kosovës mirë që s'ki po. Po ka një rrezik të madh që nëse dëmtohet Kosova, me ta lënë fajin që s'ki vepruar. Saktë është kjo, thik me 2 është patjetër, e kam thonë që është gjithmonë thik me 2 dhe është shumë vendimi i vështirë për opozitën. Se ndoshta viç edhe ka që vjen Albinin me konsolidu pushtetin, dhe pastaj s'ka rëndësi më Nëse qëtë Kosovën të parën, për i përvojës teme politike, mund është në herë edhe me u dëmtu pak elektoralisht, po kur politikisht nuk dëmtohet personi i cili e ka qitë Kosovën. Janë dëmtu. Ata që kanë thonë se kena qitë Kosovën përpara, janë dëmtu. Elektoralisht janë dëmtu, edhe elektoralisht, edhe si individ. Jo, nuk di kush janë ata. Varë që 2021, na kanë thonë e kena peqesim Kosovën përpara. S'ka qenë me qitë Kosovën përpara. Po për çka ka qenë? Te, s'ki po që kanë qeverisë asë ta? Për shkurt kanë qeverisë ata, s'ka pas asgjë me Se qeveri. cili ministër ka këshyrë me shfrytzu për të ndera për veti. Se di, nuk ka akuza për korrupsion. S'ka? Cella është edhe ministri Klimaj, edhe ministrit AKS. Në 2021 bre? 2021 në qeverinë Hotit të dytë janë të akuzu për ato 2 raste. Ministri Limajt ky Veseli, të rastit e licenca në fund mandatit, edhe... Ajo është për qeverisjen e Panin duket? Jo, s'është Pani, s'ka qenë Veselin Pani. Mund ta këshyrim, po unë e di që është këtu. Okej. Edhe na e dim që s'kan bo kur gjonat qeveri. Po s'kan mri. Ama e kanë nërzu për arsye gjeopolitike. Jo, bre vallaj. Po qysh jo Dardan kur ajo dihet? O, edhe aty ka qenë kalkulime, unë më kon dakord për atë rrezim politik. Unë po them, nëse s'kan plan çka më bë. Unë për shembull mendoj që kanë bo gabim që e kanë rrezu atë. Unë mendoj që kanë bo mirë. Edhe që janë aty vujt pasohet të çati rrezimi edhe Po sot. unë mendoj që në mënyrën që e lexojmë se s'kan rezultati. Rezultatin e rrezimit dhe rezultatin zgjedhor 2021-s na po vazhdojmë me pas dekzim edhe sot. Për shembull, 2021 ta lexu si aksident rezultati i Kurtit. Është lexu si vjosa kombinimi këtë tyne kundërti, këtë qeverisja i nati. Na dul që sot ashtu, për kundër një qeverisi të keqe 4 vjeçare të Kurtit. Ky i mur prap 400.000 vota pavarësisht. 396.000, 97.000. A pi kuptoni? Pi bjen që s'ka qenë çaq aksident. Jo, aksident jo. Po s'kthehen, nuk largojnë njerëzia çaq, nuk kthehen çaq shpejt. Po para se më muaj çtu zgjidhen neve na kanë thonë që përsëritet kur çajo. Po superserit. Qysh përsërit i ka marrë 400.000 vota. Mirë, po superserit. Po nuk ka përsëritje në identik, po as aksident s'pas ka qenë. Kurti nuk shkoi. Çtu më thonë unë, reforma e LDK-s dhe PDK-s, na thanë që na shet në breg. Ti ke piqë që ka me dalë edhe maj fort Dardan? O, unë e kom prit. Jo njët, edhe maj fort ke piqë që ka me. Po, kom prit 8.48 deri në 52. Që kjo kon intervali cilin unë e kom llogarit elektoral. Krejt harrej Dardanin tash. S'po të akuzoj. O, hiç harrej, s'ka rëndësi. Keq, mirë, çka dush. Pyetja tjetër. Kush qeveris? Se ngar hen për me ndrru qeverinë. Për shembull, në zgjedhjet lokale, liderët opozitar kanë thonë i kanë fituar zgjedhjet. Po atëherë u let me ditë ato. Ata thënë që i kanë fituar zgjedhjet, jo i kanë fituar kryetarët e komunave. Tash kush i hupi zgjedhjet? Unë s'po du me boksi gjykime, unë bëhem, hey, o njerëz, nëse i kemi thonë njerit autoritar, edhe i kanë thonë, edhe PDK-ja dhe LDK-ja dhe AK-ja. Kanë thonë autoritar. AK-ja ka shku manej. Nëse i ki thonë autoritar, që e tu bo? Qush po sillesh me që si kalajlaku në situatën ku ti ki thonë e kemi liderin autoritar? A pi kuptën që ka shpërputhje? Unë përshtajmë të folë. Qush e ke pa rezultatin e AK-s? Me që se e përmende. Edhe është këtë debati, kjo gjua e ashpër e ti e ka ndihmu apo ka dëpsuar? Pak ma i mirë se sa unë e kom prit. Ti e ke prit ma dopt? Unë e kom prit rreth 6 deputet. Bashkë me nismen? Bashkë me nismen. Ata kanë marrë 8. Besoj për 2 arsye kryesore. Unë besoj që dinamika ashtu me AK-s dhe Haradinajt. Mendoj që e ka pështu AK-n po ranër prag. Kjo është një lexim i imi. Leximin të Belypi. Dhe dyta mendoj që këtë primi ka qenë te kjo me Serbi, unë mendoj që është edhe e pavërtet, edhe pa dobishme elektoralisht. Kur po thoi një i Serbisë ose shpion ose i Rusisë, mendoj që është në të 2 rrafshet është gabim. Edhe në rrafshin e të vërtetës, edhe në rrafshin e strategjisë. Në anën tjetër mendoj që LDK dhe AK gjithnjë më pak ka me pas arsye me ekzistu për shkak që ka bëu me pozicione Kurti. Nacionalizmin ekstrem që ka një herë dokë që nëse vje puna të Zori është Ramushi, po shtu e marë Albini, s'ka rëndësia është i vërtet ajo, po në popull është e marë, edhe nëse është një pjesë e votuesve të AK-s kanë shku ka VV-ja nëpër komuna. Edhe rogovizmin
i cili ma shumë tash është rrugëvizëm kundër krahut luftës PDK-s, se sa rrugëvizëm institucional, e ka marrë prapë Albini. Këto po thu sa rriti mia tërheq një pjesë LDK-ja? Nuk ka shans, se nëse ti thu, unë jam ai që bellafaqoj PDK-n edhe komandantat e luftës. Po njëtën po thotë LDK-ja. Po s'mundet LDK-ja, këto populli pe den që s'mundet. Për çfarë arsye po janë arsye rrethanore që çojnë drejt tij rezultat. Si pasoj teorisë bjen Albini kur pra? Jo më bjen Albini sepse ka. Albini bjen kur luftohet me ide politike. Nëse ti ja lën Albinit, ty popullit ta jap me qeverisë, e ti ja lën Albinit me qeverisë. Na jemi shumicë parlamentare, na jemi republikë parlamentare. Veç shumica krijon qeveri. Populli voton. Kthehet përqindje për parti, kthehet mandate. Mandatet e krijojnë kryeministët. Qartë. Ti e ki mandatet edhe nuk... Nëse e kanë. Rënët procedurale janë përparsin procedurë, po jo në synim përfundimtar. Nëse ti ki 52 numra dhe bën marrëveshje me ta dhe thu, na jemi qëtu. Edhe unë për mu, unë i kom japë edhe një sugjerim dytë. Si vlanin atë? Ti po thu me u bën një vlan. Unë i kom japë edhe një sugjerim dytë, më thonë. Me qenë se asnjëri për neve nuk ka gatishmëri me qeverisë me Kurtin. Na jemi bashku që nëse na vjen radha neve e bojmë qeveri. Nëse s'na vjen radha neve e Kurti bllokon, na shkojmë zgjedhje. Po e qartëson skenën politike dhe ti nuk e lën pezu këtë punë. Po saktë është. A di pse? Se rreziku me ble deputet i Kurtit zvoglohet nëse opozita ka qëndrim politik. Le të rrinë parti të ndryshme, as mos ndajnë pozicione qeverisë. Nuk jemi sigurt. Nuk jemi sigurt sepse ka plot deputet që janë të gatshëm me shkollën e zgjedhje. E di, po se ndoshta zbohen. Po kështu edhe më shumë i thu pra shko. Kështu praktikisht i ka i thu do deputetëve tu, qush ka me Albinin lë mund në pozicion rehat. Ti po thu mos e rreziko kryetarin e partisë, mos e rreziko partinë filan. Rrjedhimisht e legjitimon me shkuaj tjetër janë ai. Dardan, kur fole për opozitën për nismën, bënë kështu që ka mundësi që hinë në koalicion me lëvizje vetëvendosje. E pethu këto nga intervista e Limajt apo ki edhe observime tjera? Ja, vetëm nga intervista, për mu ka qenë edhe zhgënjyse edhe befasuese. Edhe ndoshta si shdash mu befasu mo, po befasoj sepse ishte tërësisht jashtë çfarë do pritje të formimit politik të Fatmir Limajt. Mënyra që u qas, mënyra që u adresu, mos harroni Fatmir Limaj ka qenë opozitori më i zëshëm brenda këtyre partive opozitare që janë parlamentare prej ashtu PSD. Dhe u bë personi më i gatshëm me qeverisë më njëherë me Kurtin, për mua është problem. Unë kam një vit demarkuese. Nëse një lideri i thu autoritar, nuk ka kuptim koalicioni me ta. Absolutisht. Nëse një lideri i thu ke qeverisë, çapo diun, nuk qeveris mirë, ndoshta edhe ke bë afera korruptive ka pak, edhe mund të tolerohet ndron njerëz që kanë bërë korrupsion. Mund të tolerohet bashkëpunimi qeveritar, po kur i thu autoritar s'ka koalicion me ta. Ose i thu s'është autoritar edhe bosh me ta. Tash ata mbetet me tregu cila është. Po më duket që ajo ishte një opcion i vetëm i Limaj që ajo zgjedhë me Uzimin. Se po thu opcion i vetëm? Nuk po e kuptoj ndryshe përveç për i duket që është rrugë pa dalje për nismen që tha opcione tjera dhe e vetë ofroj vetën drejt Kurtit pa e pas një opcion real as për Kurtit. Unë nuk e di a e merë Kurti. Ta do është ta me të bo priti. A e merë Kurti Limajn apo si me thonë ta i kanë qitë lafet që kena me folë me Limajn, i kanë qitë lafet ditën të honën, një ditë mas zgjedhjeve. Pro i kanë qitë lafet, po a duke ty që hinë Kurti me Limajn? Unë e muna me ju thonë që për shkak se Kurti është çfarë është politikisht, zori është me botë gjithçka. Do me thonë, unë të Kurti nuk përjashtoj kur gjë. Po. Nëse i vyjnë me majtë pushtetin, atëherë e merë edhe Limin, e merë edhe Haradinajn, e merë edhe PDK-n, e merë edhe LDK-n. Varet qysh ndërton plan strategjik veprimit për këtë periudhë kohore. Kështu që ma shumë do të me këshyrë a i kryjnë punë se sa a e merë në një merë... A i kryjnë punë nisma? Nuk pe dite, nuk po di që asynon aj. Asynon stabilitet qeveritar duke marë partit madhe, asynon visa me kryu qeverit du ble deputet, po nisan për di sigur që aj po do më konë kryeministër. Shkanë që se aj po do me na qunë zgjedhje njëjtën kohë me zgjedhje lokale, ose më herë? Kjo varet për zgjedhje, kjo zgjedhje varet për partive parlamentare. Nëse nuk ja japin, nuk mundot me shku vendin zgjedhje ma herët se sa të zgjedhja presidentes. Për shkak se duhet ku vendi mu konstitu, e me 2/3 me shpërbë vetën për me shku në zgjedhje. Për nëjë që Albin Kurti s'ka asë një mekanizëm me që vendin zgjedhje para dështimit të zgjedhjes së presidentes. Po me të në qeveri?
bëhet qeveri, po tash opozita do të me vendosë që apo dënë. Apo do me kriju qeveri vetë, edhe me qu vendin zgjedhje kur këta dojnë vetë për pozicionit vetë, apo dojnë me alonë në agjendën e Kurtit. Unë mendoj që nëse lojnë në agjendë Kurtit, nuk kanë me dalë që kanë qofë se Kurti si ljep renin kur? E kemi gjykatën kushtetuese e kryjnë këtë punë shumë shpejt. Me atë zgjedhjen e kryetarit kuventit? S'ka, aty mas ne ata ja japin interpretimin që ajo konsumohet, sepse drejtat në zgjedhjet pozicioneve që i ka interpretu gjykata kushtetuese janë të konsumuara në kohë, nuk janë të pafundshme. Pra dhe të pari që i takon e drejta për propozim të kryeministit ka afat kohor. Po, ajo po. S'mun është dhe me thonë lem të tonë kohën, se Albini e pa shty nëse e man. Po, po e di. 2019 me LDK-n për shkak se s'më kemi marrë vesh, nuk kemi marrë mandatarin. E qunë gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese i tha... Po 2017 ka ndodhur. 2 javë i ki. Jo 2019. Për kryetar kuventit? Jo për kryeministër. Kryeministër, po. So ka drejt, a i pari me prit. E qartë, e qartë. A shqip bilashim thashim do këtë pa të qu. Dardan, qysh pja lidhë këtë kësaj varpunët ti, si pas finimit tënë, që me folë kështu... Unë besoj që problemit politik, zgjidhja është veç politike, s'është strategjike, s'është kalkulative, s'është kontabiliste. Nuk ka. Njëjtë sikur për veriun. Unë kam besu, PSD-ja beson që problemi veriut është problem politik. Ti mund është me shtri rendin, ti mund është me hekra dojqiqin, ti mund është me kontrolu me polici, po nuk ki me integru. Edhe rezultatin zgjedhor e kuptum. Tash na dul që Serbia ka ndiku në zgjedhjet në veri ma shumë se sa përpara. Kryeministri Rankus, po dhankona unë. Një kryeministër që na va për 2 vjet unë e kontrolloj Verem dhe demokratizova Verem dhe ka me pas rezultate tjera zgjedhore në veri, doli tha, mas shumë të herë në histori, Serbia ka ndiku në zgjedhjet në Kosovë. Është problem politik. Albin Kurti është problem politik. Dhe zgjidhja problemit politik të Albin Kurtit është me ide politike. Mu më duket që nuk ka investim tillë dhe prandaj besoj që secili qytetar i Republikës Kosovës, secili aktivist politik, secili i re që do më marrë me politikun, i ftoj me bashkëpunu me PSD-n. Besoj që nuk është as arrogancë, as mendjemallësi, po nuk besoj që të tjerët po kanë pozicione të qarta politike. Ndoshta kanë përfitime elektorale, po të padobishme. Zgjedhja ka dënim më marrë. Çka të vyn me jap vot dikuj që se përdor votën tonë. E vërtetë është kjo. Domethënë na i kemi jap vot opozitës, si qytetarët e Republikës, ata se përdorin votën. Qa po vyna e votën? A garoni zgjedhje ka lejo? Disponimi është thuja se mbi 90% për po. Vendimin do ta marrim në muajin prill në Këshillin Drejtues. Personalisht jam i bindur 100% që duhet marrim pjesë në zgjedhje lokale, edhe duhet ofrojmë diçka për cilën besoj që të tjerët nuk e ofrojnë. Edhe besoj që qytetet tona kanë shumë nevojë për çfarë. A ki idenë me shku me kandidat për kryetar apo ma shumë për asamble? Parimi do të jetë që do të garojmë edhe për kryetar, edhe për asamble, vetëm aty ku nihem që kandidati jonë na përfaqëson vlerat tona. Çfarë po e thon? Pra jo rregull nominal që garojmë gjithmonë. Me gjetni njëri me qitë? Absolutisht jo, sepse besoj që është shumë e rëndësishme që me përfaqësu vlerat ideologjike tona. Na po tentojmë më ndërtu si parti ideologjike e pastaj me pas edhe rezultat elektoral. Në këtë kuptim, aty ku e gjojmë një djalë, një qik, një burr, një gru, që është i mirë edhe përfaqëson, edhe ka një minimum të nivelit për qenë në garë, absolutisht edhe për kryetar dhe për asamble. Po këtu janë bindjet mia aktualisht, do duhet të bëhen edhe vendime partisë. E qartë. Dhe zgjedhja nacionale, në qoftë se shkojmë për rastin e presidentës. Ata mërmenja që do të merr një forcën edhe me garu të alën apo qysh? Duhet me garu gjithçysh bre veç, unë pe kam një hall. E ai hall nuk është që po më zgjidhet mas leti. Po krijohen 2 pozicione që për bindjen tonë si PSD nuk janë të vërteta. Njoni pozicion që Albin Kurti është i dështuar, s'ka qeverisë kur gjohe, ka dështuar dhe ka mi hub krejt zgjedhjet. Edhe një opcion tjetër këtu që me një farë korrekcie të do liderve korrekt, djemë të mirë, fitohet. Edhe pastaj opcionet e treta nuk po mundë mu imponu. Na jemi realisht opcion tjetër, se jemi treti, me opcion krejt tjetër. Por, çka unë mund me marë për sipër është, na nuk guxojmë me prit, veç me na u kriju hapësira. Që ata bëllëm, se s'mund me prit pafundësisht. Na duhet me imponu çat hapësirë. Unë besoj që mas kësaj që ka ndodhur në 2025-ën, edhe varet që zhvillohen ngjarjet, besoj që është kriju më e qartë
që nëse s'ki ide politike, mundesh me pas vot, pa ja vot s'vlen kur gjë. Se nuk e shtin veprim politik. Prandaj, nëse më pyet sot, përgjigjja e prerë është po. Dardan, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për mundësinë edhe për intervistën. Gjithashtu.